Barça Academy Camp Kosova është një derë e hapur drejt mundësive të reja për të rinë tonë. Vjetë e dini që kanë marrë pjesë më shumë se 300 fëmijë nga Kosova, por jo vetëm. Kemi pas këtu edhe mysafir nga Maqedonia, nga Mali i Zi, nga Shqipëria, të cilët ju kanë bashku të rinjve tonë në këtë kamp. Metodologjia e Barçës është e mirënjohur në mbar botën për qasjen e saj gjithëpërfshirëse. Pra zhvillon jo vetëm aftësitë sportive, por edhe karakterin, zhvillon vetbesimin, o dhe aftësitë sociale të fëmijëve, që janë me rëndësi shumë të madhe për secilin të ri sot, sidomos në këtë kohë të digitalizimit, kur edhe shumë fëmijë kalojnë kohën në iPads e në iPhones. Kjo është një mundësi e mrekullueshme për fëmijët tonë. Hapja zyrtare e kampit do të bëhet me datën 26 maj, ku të gjithë fëmijët e regjistruar do të marrin fanelat edhe oraret edhe përcaktohen, ndahen edhe grupet. Pastaj me datën 27 maj fillon kampi, i kemi 2 orare të stërvitjeve, duke qenë se në atë kohë është edhe fëmijët kanë qenë ende në mësim. Jemi kujdesur që ta kemi një ndrim të paraditës nga ora 8:30 deri në orën 11:30 dhe grupi tjetër prej orës 4 deri në ora 7. Të mundohemi që fëmijët vazhdojnë ta kenë shkollën prioritet, po gjithsesi edhe të mos humbin mundësinë të ndjekin kampin. Në fund të kampit do të zgjedhet lojtari më i mirë, njësoj sigur edhe vitin e kaluar, dhe ai do të ftohet nga Barcelona.